Po kur erë puna të amputimi, i kom pas 2-3 raste, ama kur erë puna të amputimi, që presha vdekjem. E pse vide i këtës s'kom besu, po që Zoti ma. Po tash qysh po njësh, tash. E di që diçka të mungon, e kuptueshme ajo, po ndoshta mundet me qenë një farë lumtërie që jeta vazhdon, sepse ka mujt përveç komës me shku a mirë krejt. Sahi është, në momentin që tash t'i pëma se qysh kështë të tonë, ose që të kallëzova në atë kohën kur mu amputu koma se nuk e menesha. Abdi menesha vish me pështu, nëse të dënë Zoti. Ama tash t'i kur pesh shoh vetën që ja ku nis me marë pak, kjo pjesë e ka mungën shumë, jam ka, dhe me thonë, është ka mërzit gëgja shumë. Gëgja shumë e ka mërzit, po jam ka mundohë në një hek vetës. Këtë historia mirët është të gjithë, se që dini ata që keni përcjell emisionet tona dhe që keni përcjell veprimtarinë edhe karrierën, muj me thonë të Amirit, prej se ka dalë në televizion të It's My Love, mande edhe ishte banor në It's My Home edhe në serial, aktrime edhe me grupin Shulship, me Martinin edhe Migjen Bip, edhe aktivitetet të tjera në për shumë intervista, të dini që paka shumë, jeta ti ka qenë shumë e koklavitun me shumë probleme, Amiri ka qenë një herë një kohë përdru si regullt, bile mëse i regullt i substancave narkotike, deri të ato matronat, deri në 5 herë overdose, deri që aty kam rri, në një moment, fatmirësisht, ka kërku ndihmën e gjithëve, nënës vetë, familjes vetë, mjekëve dhe gjithëve dhe ka vendosur me lonë me i botë rëtmanët të cilat edhe ka arrit me pas, muj me thonë, sukses në heqen e vashmërisë ndaj substancave narkotike. Po ndërkohë, abuzimi me jetën shumë shpesh i le pasojat, vragat e veta dhe ato vraga mbesin të njetën. Përveç që dëmtimeve të shumta që ka bo financave të shtëpis, të më thonë gjepit familjes, lumëtërisë familjes e shumë damet e tjera edhe në shoqërinë e vetë e gjithçka, mas shumë t'i ka bo dëm trupit e ti. E gjitha filloj para disa muaj e patë një operacion tjetër, e cili është si papritmas operacioni në zorët e barkut. Në zorën e barkut, mu fry paprit, që dy këto operacione që më do më kanë orë paprit. Unë merë dhe ajo me pata shumë keq, mu fry barki, shkova në spitalin Amerikanese, e bo në operacionin, më tha mrena, du më tërë nëse s'bosh operacion,